këshire farloqe? Që farloqe? Prej 17 shkurti 2001-ës, më duket që s'pas kanë investu në to. Po shumë breko ka fleqt. Që kanë ditë me bo? I kanë qitë komt që to. Nuk qitën komt kulme, po komt qitën tokë. Përshëndetje shikues të Kurora TV, si që dim të gjithë, sot është dita botërore e punëtorëve. Të gjithë punëtorët në botë sot dalin e protestojnë për të drejtat e tyre, po e kundërta ndodh në Prishtinë. Të gjithë jo, shumica e qytetarëve dalin edhe si për festë një majt djegim guma. E po shkojmë me këshyr, a e kanë harru këtë zakon që u shëntru në një tradit, apo jo, edhe po shofim se apo kemi mundësi me e pyet ndonjë qytetar se si e kalon një majën. Hajdeni! Ne u lodhëm të ecë se policia e Kosovës për nderë një majt e kishën organizu një aksion edhe si gjithmonë ne respektojmë policinë e Kosovës. E këto po tentojmë me pidu ujë se jena lodhë të hecë, se s'kena hecë mati edhe besa jena po pak dhe mejla veç na përkere. E nashta do të edhe me falenderu policinë e Kosovës, po dohet me nem shtetë. Ka thak roje që mu shinuj, edhe që shpëshijet, heq s'pë qëtë uj, shumë pak. Metën pa uj, qa me bota është na pa uj? Do të me vazhdu me ecë, se ka edhe ma keq, nuk bën mua nku, po vazhdojna me ecë, uj s'paska, kështu që përshfrytëzoj rastin edhe me i lajmëru kryetarin e Prishtinës ose personat përgjegjës, institucionet përgjegjëse, për me regullu këtë krua, sepse me të vërtet nuk dyshoj se është një ujë që është i pastër, sepse vjen pikërisht nga malet e Gërmisë. Një lajm të mirë me që të Kurora TV-s, gjatëm ujë, edhe po shkojna me pi ujë. Po si shkon keq edhe qatë ujnë që atje me regullu se pse jo, pse veç një ven me pas ujë, e dikon jo. Edhe plus, ju bëj apel me regullu këto. Qka është kjo kështu? Pse nuk do të me pas ky burim i ujit, krejt në regull mu kanë. Këshire farloqe? Që farloqe? Po nejse po pim ujë. Për ndryshe i lutëm fokusohem në kamerë. Kjo është kroni i Gërmisë Pavarësia, punuar nga Adem Hysen Tropusha, ribar i madh, me 17 shkurt 2001. Do me thonë prej 17 shkurti 2001-ës, më duket që s'pas kanë investu në to. U këfjela, shumë i mirë ujë, pasha zotin, ujë natural. Edhe njëherë po ju lutna shumë po ju lutna që me regullu këto. Për ndryshe shumë mirë, ko ka dhe veni me pushu. Që të pushoj pak. Po shumë breko ka fleqt. Që kanë ditë me bo? I kanë qitë komt që to. Mësono bre mull, ju lutna mësono mull. Veni ko ka shumë i mirë, po vrejet që ka nevoj shumë për, jo shumë, nuk shkojnë shumë pare, një investim të vogël. Pse mos mi shfrytëzu bukurit e tona që i ka Kosova, e sidomos Gërmia. Edhe ju lutna prap që nuk qitën komt kulme, po komt qitën tokë. Jo këto mull edhe mi qitë komt këto, se umra që kjo. Vazhdojna. Ja pra me që në fund të arritëm në destinacionin që kishme për qëllim të arrim, dhe si që përshiet, parku i Gërmis nuk është si ditëve tjera. Është më i stërmbushur me njerëz. Kjo sepse ndodhë çdo vjet në parkun e Gërmis, qytetarët dalin dhe festojnë, pushojnë në këtë ditë të punëtorëve. A pedoni topin e? A pedoni? Ma shpejt? Ne ma ka dal. Pret le largo njerëz. Më pas ka marrë malli më shty me fëmijë.
Sa I përket mirëmbajtjes të natyrës në gërmi, po duket se është në nivel. Po krejt edhe çka po vret që po ja jep një gjelbrim më të mirë gërmis, është se ko kanë për kujdes ekstra për ditën e nimajit për mirëmbajtjen e barit. A je lodh, bat që shpo kalon? Mirë. Apo na tregon bat sa I shkon ma mirë me dalë me protestu për nimaj, a me festu? Qa tash, në vore tash edhe njerëzit dikush I kohën, dikush thot ma mirë me dalë më shetit, me pas... Po ti që shpo menon? Po I mirë akon me protestu për dësane, po tash në voret edhe qysh është edhe politika, qysh e sjell. Po thu që s'kan... ju ka hup besimi edhe me dalë me festu, me protestu, besa? Po qysh jam tash, në voret tash edhe ata qysh e... E shetë qysh po shkallë situata, tash nuk pahim spandërim. A e mbol men që shu festu një maj këto? Për para, që ka pasën njerëz, shumica edhe janë dalë, edhe jashtë. U konë atmosfera ma e gjalla? Pa familjarisht janë dalë, tash, shqyqës, se cilë I piko punët e veta dhe... Apo me ndonë që ndoshta janë dëshpru njerës edhe për me dalë me festu një maj? Po mundet edhe aja me ko, po... I ka hu preni... E ju për... A dini zakonisht kështu natyra, sot keni dalë ekstra për një maj? Jo, dalu në shpesh dalë natyrë, kështu ici. Po, apo të pëlqen qyshe mirë mbajnë gërmin për shumë? Jo, mirë, shumë janë. Mirë janë të mirë mbajtë dhe... Përshëndetje goca dhe gra, jemi këtu tek plazhi vogël. Dyqysh shto kam I pët një farë vajbi që kënej pari se dyqysh për I shotu rëzit, të marrë reze djelit edhe veç po mungon ai tipi që thot, erdhe mu arrimi prej golemi, krem vaj. Nejse, ko kanë tu kënaq valaj qytetartë, ko kanë ti marrë rezet e djelit, do ko kanë shtrit po flajnë, do po hajnë, do po pinë, e na pikëshyrëm. Sa I përket gërmis, gjithë shka perfekta. Si që përmenda dhe më para, dhe mirëmbajtja ishte në nivel, natyra gjelbruar, po çka po ju pengon qytetarëve këto është se nuk po kanë tualet në pjesën e parku të gërmis. Si që po shihet këtu mbrapa meje, tualeti vazhdon të jetë I mbyllur dhe kjo është një ndër gjërat që po ju pengon më shumë qytetarëve, sidomos në këtë ditë. E kështu pra, në hymjen e parku të gërmis, zotëria I nderuar po përkujdeset për muzikën, për me pas një atmosferë sa më festive në parkun e gërmis. Këto pra shikues të nderuar të Kurora TV ishin disa probleme që hasëm gjatë ditës që e kaluam në parkun e gërmis. Nëse keni edhe jo disa probleme ose gjëra që mendoni që duhen të përmisohen në fshatin ose qytetin e juaj, mos hezitoni të na njoftoni.